Në këtë edicion do të ndiqni. Humbi jetën një person, dyshohet se mbeti i bllokuar në një kamion që humbi kontrollin. Ndryshime në oraret të shërbimeve në CKMF në Gjakov. Rreshje të shiut të favorshme për disa kultura bujqësore të mbjellura. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Një person i moshës madhore ka humbur jetën paraditën e sotme pasi mbeti i bllokuar në një kamion. Shoferi që ngiste kamionin humbi kontrollin mbi mjetin transportues dhe kamioni rrëshqiti dhe personi që ndodhej aty afër mbeti i bllokuar. Në raportin e policisë citohet se në vend ngjarje menjëherë ka ndalë njësitë relevante, ndërsa ekipet mjekësore kanë konstatuar vdekjen e personit të bllokuar. Një ngjarje e rëndë ka trondituar sërish Gjakovën këtë të enjte. Një aksident fatal ka ndodhur në fshatin Meq, ku një person ka humbur jetën gjatë procesit të punës. Sipas zyrtares për informim në drejtorinë rajonale të policisë në Gjakov, Vlera Krasiqi, rreth orës 9:55 është pranuar informata për incidentin. Dyshohet se shoferi i një kamioni transportues ka humbur kontrollin mbi mjetin, duke bërë që ai të rrëshqas. Si pasojë, një punëtor që ndodhej në afërsi është bllokuar nën kamion. Në vendin e ngjarjes kanë intervenuar menjëherë njësitë policore, zjarrfikësit dhe ekipi i emergjencës, por përkundër përpjekjeve, mjeku ka konstatuar vdekjen e viktimës në vend ngjarje. Viktima është identifikuar si S.L, 52 vjeç. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se janë duke u ndërmarrë të gjitha veprimet hetimore për të sqaruar plotësisht rrethanat e këtij aksidenti tragjik. Kjo ngjarje vjen në një javë të rëndë për Gjakovën, ku një tjetër viktim u shënua ditë më parë, gjithashtu në vendin e punës. Mosvotimi i pakos prej 200 milion eurosh dhe shpërbërja e kuvendit të Kosovës do t'i sjellë të lashe edhe ekonomisë së vendit e gjithsesi edhe punëtorëve të sektorit privat. Argjend Fetau nga Aleanca Kosovare e Biznesit tha se pavarësisht faktit se nuk dijej sakt se çfarë përfshinte pakoja, prap mosvotimi nuk kishte diçka mirë sepse bizneset kanë pafund vështirësi në qëndrueshmërinë e tyre. Për shpejtimi i rishikimit të buxhetit për vitin 2026, i propozuar nga lëvizja vetëvendosje, nuk u votua nga opozita që sipas tyre procedurat ishin të ngutura. Ky rishikim, sipas qeverisë, parashit e pakun mbështetëse për qytetarët që lidhet me inflacionin e që ka vlerën për 200 milion euro. E kjo pako, përveç të tjerash, mendohej që do të përkrahte edhe punëtorët e sektorit privat. Për këtë vendim, foli kryetari i Aleancës Kosovare të Bizneseve, Argjend Fetau. E kemi mirë prit këtë projekt ligj dhe kemi prit që partitë opozitare ta votojnë, sepse ka qenë vlera 200 milion, këtë 200 milion kishte dalë në qarkullim. Por, fatkeqësisht nuk e ndodhi. Duke po inflacioni i cili është ngrit, importin e kemi tepër të lartë, bizneset e kemi tepër në situatë të rëndune, i kemi në shurje, i kemi në kredina, i kemi situatë tepër të keqe. Po ashtu, ai tregoi rreth marrëdhënieve mes politikës, elektoratit dhe bizneseve. Këto janë çështje politike, po qytetarët, bizneset janë ata të cilët i kanë votuar, qoftë pozitë, qoftë opozitë. Nuk mund bim prej e politikave në situatë në cilën gjendemi si qytetar po si biznese. Kjo situatë rëndohet edhe më tepër për shkak të shpërndarjes së kuvendit dhe qeveria në detyrë ka funksione të kufizuara, gjë që ja pamundson marrjen e vendimeve për të përkrahur bizneset dhe kategoritë e tjera të prekura nga inflacioni. Për dallim nga javët e shkuara, çmimet e naftës duket sikur kanë filluar të stabilizohen, por shumë shpesh nga dita në ditë situata po ndryshon. Gjatë ditës së sotme në pikat e shitjes së derivateve në Gjakov u vërejt që benzina të ketë shënuar rritje prej disa centësh ndërsa nafta jo. Çmimet e derivateve të naftës në Kosovë ka nisur të shfaqin shenja stabilizimi krahasuar me javët e fundit. Megjithatë, luatjet e vogla nga dita në ditë vazhdojnë të jenë të pranishme në treg.
Sipas të dhënave nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, nga hëna e 27 prillit deri më sot 30 prill, çmimi i naftës ka shënuar një rritje të lehtë, duke kaluar nga 1.66 euro për litër në 1.68 euro për litër, ndërkohë benzina ka pësuar rritje më të dukshme nga 1.44 euro për litër në 1.47 euro për litër. E njëjta tendencë është reflektuar edhe në Gjakov. Gjatë ditës së sotme në pikat e shitjes së derivateve, çmimi i naftës është sillur nga 1.67 euro deri në 1.68 euro për litër, ndërsa benzina është tregtuar me 1.47 euro për litër, duke shënuar rritje prej disa centësh krahasuar me ditët paraprake. Ekspertët e tregut vlerësojnë se ndonëse aktualisht ka një lloj stabilizimi, ndikimet ndërkombëtare vazhdojnë të kenë rol kyç në formimin e çmimeve. Rritja e fundit në tregjet globale lidhet edhe me zhvillimet gjeopolitike, pasi raportimet për plane të reja ushtarake nga Shtetet e Bashkuara në kontekstin e tensioneve me Iranin kanë shtyrë çmimet e naftës në nivelin më të lartë që nga viti 2022. Rreshtet e shiut po vlerësohen të favorshme mbi mbjelljet pranverore. Ekipi ynë sot ka takuar bujkun Hajredin Kastrati, i cili tha se temperaturat aktuale dhe rreshtet e shiut janë shumë të mira për disa kultura të mbjellura pranverore. Rreshtet e fundit të shiut po konsiderohen të favorshme për zhvillimin e mbjelljeve pranverore. Ekipi ynë ka qëndruar sot në terren, saktësisht në zonën e çërimit, ku ka takuar bujkun Hajredin Kastrati. Ai u shpreh se temperaturat aktuale të shoqëruara me rreshje krijojnë kushte të mira për disa kultura pranverore, ndonse temperaturat e ulta mbeten shqetësuese. Megjithatë, sipas tij, kjo periudhë me rreshje është më favorshme për bujqësinë. Ndryshimi i klimës sot, do të thonë shpo shihet me tërheqjen e qiellit, është mirëseardhën për fermerët, sidomos për lavërtarinë, domethënë për mbjellrat e misrit, për shkamjell, po vetëm shpresojmë që temperatura ult mos zgjat, sa është e dëmshme për mirë, ndërsa për grurin është edhe kjo është një bereqet shumë i mirë i tërheqjes e shiut, pasi që shumica fermerëve dje kanë shpërndar edhe plehin kimik për herë të fundit për grurin, edhe është faza optimale për plehin. Edhe normale këto tërheqjet kanë ndiku pozitivisht. Shpresojmë që të vazhdojnë të jenë në këtë sistem, këtë standard që janë, po vetëm shpresojmë që temperaturat mos vazhdojnë kështu të ulët për shkak të përmisrin është shumë e dëmshme. Po shiu është shumë i mirë në këtë moment që ka ardhur në këtë kohë, pasi që janë kryt shumica e të mbjellrave të misrit. Besojmë që edhe të tjerë që kanë mbet pa mbjell të arrijnë sa më parë të mbjellin. Mes tjerash, Bujku Kastrati tregoi edhe për kulturat që kanë mbjell këtë vit. Si vjet kemi të mbjellra domethënë si zakonisht në grër edhe misër, megjithëse si vjet misër kemi më shumë për shkak që vjeshta ka qenë shumë e lagtë, nuk kam arrit me mbjell grurin as sa duhet. Dikon rreth 8 hektarë kam me grën, edhe misri kam dikon rreth 47 afër 50 hektar misër. Ai bëri të ditur se shumica bujqëve që posedojnë toka të mbjella nuk kanë sisteme ujitjeje, prandaj varen kryesisht nga rreshjet atmosferike. Nëse këto rreshje vazhdojnë, ata presin rendimente të kënaqshme gjatë këtij viti. Bujqit presin të herët kur hinë me mjell, presin për me pas sukses, po këtë varet e prej kushteve klimatike, pasi që na shumica i kemi tokat pa ujitje, edhe kjo ndikon domethënë te misri varet prej treshave atmosferike. Nëse do të ketë treshra ko paskoshme ose që është e favorshme për bimën e misrit, do të ketë sukses domethënë në prodhimtarinë e misrit, po këtë varet prej natyrës, nuk është faktori njeri. Tash edhe ndikon edhe faktori njeri, kushtet që ka mbjell dhe sa ka investuar në ato, po këtë mbi të gjitha është kushtet atmosferike, domethënë mbi natyra, çka na ofron natyra e presim. Shpresojmë që të vjen ashtu që shkim qef. Megjithatë, sfidë për bujqit mbetet rritja e çmimeve, veçanërisht ajo e naftës, por edhe plehrave kimike, të cilat kanë shënuar ngritje të konsiderueshme kohëve të fundit. Rreth 1 në 4 të rinj në Kosovë nuk janë të punësuar, nuk ndjekin arsim dhe as nuk janë të përfshirë në trajnime profesionale. Kështu thuhet në studimin e organizatës Demokracia për Zhvillim mbi indeksin e pjesëmarrjes së të rinjve. Ndërkohë Idal Zhaveli, drejtor në organizatën Aktivizëm Roots, duke folur rreth gjetjeve të këtij raporti, vuri theksin edhe tek punësimi i të rinjve në komunën e Gjakovës.
Rreth 1 në 4 të rinj në Kosovë nuk janë të punësuar, nuk ndjekin shkollim dhe nuk janë të përfshirë në trajnime profesionale. Kjo bëhet e ditur në studimin e Demokracia për zhvillim për indeksin e pjesëmarrjes së të rinjve. Sipas këtij studimi, përveç papunësisë, një problem mbetet edhe mos angazhimi i të rinjve në aktivitete dhe punë aktive. Situata e ngjashme është edhe në Gjakov. Ka shumë arsye për këtë pjesën të cilën ka dalë 1 në 4 të rinj, përveç pjesës ku të rinj nuk janë të punësuar ashtu siç kemi prit, është edhe pjesa e mos regjistrimit. Por të rinjt e Kosovës nuk po marrin pjesë në punë aktive të cilat po ekzistojnë për shkak se nuk po janë të kënaqur me mënyrën e funksionimit të punëve, por po ashtu edhe po shikojnë mundësitë qysh me dalë jashtë vendit për fat të keq. Ndërkohë kjo situatë mund të sjellë pasoja të tjera. Të rinjt mund të bëhen më të varur nga familja dhe të ndihen të pakënaqur me jetën e tyre këtu. Një prej problemeve kryesore që ka me sjell kjo pjesë ka qenë pakënaqësia që të rinjt kanë me pas në funksionimin e jetës këtu në Kosovë, por po ashtu edhe varësia ndaj diçka tjetër. Për shkak se nëse shohim këtë pjesë, ata kanë me qenë të varur prej familjes ose prej disa personave tjerë. Gjë e cila nuk kemi vetë kënaqur në mënyrën që kanë me funksionu, por po ashtu edhe kanë me i pa mundësitë e para që kanë me qenë me dalë jashtë vendit. Por po ashtu po besoj që edhe për shkak të mënyrës së edukimit që ekziston momentalisht në Kosovë, për shkak se po shkojnë pak me shablon ose me këshillat e para, cilat jep familja ose cilat jep shoqënia. Se kemi pa që edhe një prej mas shumë të diplomuarve është në juridik, kurse nevoja për juristat tepër vogël momentalisht. Mes tjera, Zhaveli kishte edhe një mesazh për të rinjët. Nuk do të thotë gjithsesi që pas përfundimit të shkollës mesme gjithsesi me vazhdu universitetin edhe me i shiku mundësitë se çka po vazhdojnë dhe ku po drejtohen saktësisht, por përveç edukimit jo formal ne edhe vazhdimisht këtë themi ta ndjekin edhe edukimin jo formal, për shkak se tek edukimi jo formal mund me gjetë veten në shumë hapësina të tjera, që kemi gjetë vetë edhe një pjesë e konsiderueshme të rinjve që kemi gjetë më herët të rinj. Ekspertët theksojnë se përmirësimi i sistemit arsimor, krijimi i më shumë mundësive për trajnim dhe rritja e besimit në institucionet janë hapa kyç për të ndryshuar këtë realitet. Me qëllim të përmirësimit të cilësisë së shërbimeve dhe secili pacient të trajtohet në mënyrë të barabartë, në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Gjakov janë bërë disa ndryshime edhe në orare të punës. Kronika në vazhdim na njeh se për çfarë ndryshimesh bëhet fjalë dhe kur fillojnë së implementuari. Nga data 1 maj, qytetarët që kanë nevojë për shërbime shëndetësore, qendra kryesore e mjekësisë familjare në Gjakov do të punojë me orar të zgjatur nga ora 7 deri në orën 21. Sipas Drejtorisë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale në Gjakov, qendra kryesore e mjekësisë familjare do të ofrojë shërbime në këtë orar gjatë vikendit dhe festave në kuadër të urgjencës dhe kujdesit paliativ. Po ashtu, ata bën të ditur që nga muaji maj, stafi shëndetësor do të zgjerohet me mjek të rinj në kuadër të qendrës kryesore e mjekësisë familjare, qendrave familjare dhe ambulantave të mjekësisë familjare, duke ofruar shërbime të shpejtë dhe të personalizuar për çdo pacient. Qytetarët që nuk mund ta kryejnë transportin deri në qendrat kryesore të mjekësisë familjare, urgjenca është pajisur me autoambulancë të re, që është një shtesë e madhe për kapacitetet aktuale. Ky ndryshim synon përmirësimin e cilësisë së shërbimeve shëndetësore për qytetarët e komunës së Gjakovës. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Humbi jetën një person, dyshohet se mbeti i bllokuar në një kamion që humbi kontrollin. Ndryshime në oraret të shërbimeve në QKMF në Gjakov. Rreshje të shiut të favorshme për disa kultura bujqësore të mbjellura.
Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.